Afati për përfundimin e rrugës Qukës-Qaf-Ploç është shtyrë sërish, duke e çuar projektin në 16 vite zvarritje. Segmenti i tretë i kësaj rruge, i cili sipas ministres së infrastrukturës Belinda Balluku do të ishte gati në mars të vitit 2025, tani pritet të përfundojë në gusht të këtij viti. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, vonesa lidhet me ndërprerjen e punimeve në gusht të 2019 për shkak të mungesës së financimit. Punimet rifilluan në gusht të vitit 2023 pasi u sigurua një marrëveshje re kredie. Përfundimi i këtij segmenti do të thotë që rruga do të bëhet e aksesueshme për qytetarët në fund të verës së këtij viti. Një histori premtimesh dhe shtyrjesh. Rruga e Qukës-Qaf-Ploç ka qenë një ndër projektet më të gjata dhe më të kushtueshme në Shqipëri. Ajo u premtua për herë të parë nga ish-kryeministri Sali Berisha në zgjedhjet e vitit 2009, duke e cilësuar si një aks strategjik për lidhjen e Tiranës me Korçën. Pas nisjes së punimeve, projekti u cilësua si i gabuar teknikisht dhe u rishikua disa herë, çka solli shtesa në financim dhe vonesa në përfundim. Në vitin 2018, ish-ministri i infrastrukturës Damian Gjiknuri premtoi se rruga do të përfundonte në vitin 2019, por as ky afat nuk u mbajt. Në shtator të vitit 2020, ministri Balluku deklaroi në kuvent se nevojiteshin edhe $105.8 milion për përfundimin e saj. Deri më tani, kostoja totale e projektit ka arritur mbi $235 milion, shumë më tepër se sa parashikimi fillestar. Financimi është siguruar nga disa burime duke përfshirë loti i parë, fillimisht u planifikuar $38 milion, por ka arritur në $74 milion, financuar nga Banka Islamike për Zhvillim, loti i dytë nga $63.1 milion në $95 milion, po ashtu i financuar nga Banka Islamike për Zhvillim. Loti i tretë fillimisht u parashikua me $50 milion, por kostoja shkoi në $66 milion, financuar nga Fondi Saudit për zhvillim. Në nëntor të vitit 2024, ARSH hapi një tjetër tender për të plotësuar punimet në hyrjen e rrugës duke përfshirë sinjalistikën dhe ndriçimin. Ky tender u fitua nga kompania Albavia ShPK me një fond prej 246 milion lekësh. Sa është ndërtuar deri tani? Sipas ARSH-s, deri më sot, loti i parë dhe i dytë janë realizuar me 92%. Në lotin e parë është asfaltuar e gjithë gjatësia e kontratës, përveç tremurave mbrojtëse të cilat janë në proces ndërtimi. Në lotin e dytë nga 15.8 km janë asfaltuar 12.8 km, ndërsa punimet nga kilometri 18 deri në 21 dhe ato elektromekanike të tuneleve janë ende në proces. Loti i tretë është përfunduar 81%. Qytetarët janë të zhgënjur nga premtimet boshe. Pavarësisht se janë ndërruar 2 qeveri dhe 4 ministra infrastrukture, rruga ende nuk ka përfunduar. Për shumë qytetarë që përdorin këtë aks, zvarritja e projektit për më shumë se një dekadë është dëshmi e keq menaxhimit dhe mungesës së vëmendjes së autoriteteve. Nëse punimet përfundohen sipas afatit të ri, rruga e Qukës-Qaf-Ploç do të ketë marrë plot 16 vite për t'u ndërtuar, një kohë më e gjatë se ndërtimi i disa prej rrugëve më komplekse në botë. Megjithatë, duke parë historinë e këtij projekti, qytetarët mbeten skeptik nëse edhe gushti i këtij viti do të jetë afati i fundit apo do të ketë një premtim tjetër të radhës.